Bismillah, në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirëplotit. O Allah, o Zoti i qiellit dhe i tokës, o Zoti i fronit madhështor, të falenderoj që më ke sjell deri në këtë javë të re. Të falenderoj për jetën, për familjen time, për fëmijët e mi, për ndjekësit e mi, për çdo të mirë që më ke dhënë edhe për sprovat që më kanë afruar më shumë tek ti. O Zoti ynë, po e nisim këtë javë të re duke të kërkuar ty çdo të mirë që ti mund të na dërgosh. Të lutem o Zot, më ruaj mua, fëmijët e mi, familjen time dhe të gjithë ndjekësit e mi që po e dëgjojnë këtë lutje. Na mbullo të gjithëve me mëshirën tënde, me mbrojtjen tënde dhe me bekimet e tua. O Allah, ne po hym në këtë javë të re me ty. Na udhëzo, na forco, na ruaj dhe na drejto drejt asaj që është e mirë për ne. Hapi për ne dyert e mirësisë, të bereqetit, të shëndetit, të furnizimit halal, të suksesit dhe të qetësisë. O Zoti ynë, ruaj fëmijët tanë, familjet tona dhe secilin prej nesh, mbroj zemrat, mendjet, trupat dhe shpirtrat tanë nga çdo e keqe që e shohim dhe që nuk e shohim. Na ruaj nga njerëzit që nuk na duan të mirën, nga syri i keq, nga zilia, nga sprovat, nga vesvezet e shejtanit, nga magjia dhe nga çdo gjë që mund të na largoj prej teje. O Zot, na bëj të fortë në iman, na bëj njerëz që të kujtojnë ty në çdo gjendje, kur të jemi të lumtur, na bëj mirënjohës, kur të sprovohemi, na jep durim, kur të rëzohemi, na jep forcë të ngrihemi përsëri, dhe kur të ndihemi të humbur, na kthe përsëri tek ti. O Allah, ruaj fëmijët tanë dhe bëj prej robëve të tu më të mirë. Jepu zemër të pastër, mendje të shëndosh, shoqëri të mirë, moral të bukur dhe një lidhje të fortë me ty. Na ndihmo edhe ne të jemi shembull i mirë për ta. O Allah, bashkoj zemrat tona me dashuri, mëshirë dhe mirëkuptim. Largon nga familjet tona grindjet, urrejtjen, keqkuptimet, krenarin dhe çdo gjë që sjell përçarje. Na mëso të falim, të duam dhe të qëndrojmë pra njëri tjetrit me dëmshmëri. O Allah, unë të lutem për secilin person që po e dëgjon këtë lutje. Ti e di çfarë po kalojmë, çfarë mbajmë në zemër dhe çfarë nuk kemi mundur t'ia tregojmë askujt. Nëse dikush prej nesh është i lodhur, jepi forcë. Nëse është i smur, jepi shërim. Nëse është i shqetësuar, jepi qetësi. Nëse është i freksuar, jepi siguri. Nëse është i humbur, udhëzoje. Nëse është i rënduar nga gjunahet, fale, mëshiroje dhe afroje përsëri tek ti. O Allah, nëse dikush prej nesh po pret një përgjigje, jepi përgjigjen më të mirë. Nëse po pret një derë të hapet, hape nëse është hajër për ne. Dhe nëse ajo derë nuk është e mirë për ne, mbylle me mëshirën tënde dhe na hap një derë shumë më të mirë. O Allah, na jep furnizim halal dhe të bollshëm. Na bekon në atë që kemi dhe na largon nga borxhet, mungesa dhe shqetësimet financiare. Na jep sukses në punët tona dhe bereqet në çdo përpjekje që bëjmë për të mirën e familjeve tona. O Zot, na jep shëndet në trup, qetësi në mendje, paqe në zemër dhe dritë në shpirt. Largo prej nesh ankthin, frikën, dëshprimin, mendimet që na nrëndojnë dhe çdo vesvese që na largon nga qetësia dhe besimi tek ti. Na ndihmo të mos jetojmë të burgosur nga e kaluara dhe të mos trembemi nga e ardhmja. Na mëso të mbështetemi tek ti dhe të besojmë në urtësinë tënde. O Allah, këtë javë na bëj më të afërt me ty. Na jep forcë të largohemi nga çdo zakon, mëkat, shoqëri apo çdo gjë që na dëmton dhe na afro tek ajo që ti e do. O Allah, na ruaj gjatë ditës dhe natës, na ruaj në shtëpitë tona, në udhëtimet tona, në punët tona dhe kudo që shkojmë. Na rretho me mbrojtjen tënde dhe mos na lër as për një çast pa kujdesin tënd. O Allah, nëse kjo javë është fillimi i një ndryshimi të madh në jetën tonë, na jep guxim ta përqafojmë atë. Na jep forcë të bëjmë hapat që duhet të bëjmë dhe na jep urtësi të dallojmë atë që është prej teje nga ajo që na largon prej teje. O Allah, na fal gjunahet tona, mëshiroj prindrit tanë, pararësit tanë, ruaj fëmijët tanë, bekoj familjet tona dhe pranoj lutjet e të gjithë atyre që po drejtohen me zemër të sinqertë. Na bëj prej atyre që nuk dorëzohen, na bëj prej atyre që pas çdo sprove kthehen më të fortë tek ti. O Allah, atë që për ne duket e pamundur, bëje të mundur nëse është hajër për ne. Atë që na duket larg, afroje nëse është e mirë për ne. Dhe atë që nuk është e mirë për ne, largoje prej nesh dhe largoj zemrat tona prej saj. O Allah, bëje këtë javë një javë të mbushur me mëshirën tënde, me mbrojtjen tënde, me bereqetin tënd, me shëndet, qetësi, dashuri, sukses dhe afërsi me ty. O Allah, na fal, na mëshiro, na udhëzo, na shëro, na forco, na mbro dhe na lartëso. Pranoj lutjen time dhe bëj këtë javë më të mirë se ajo që lam pas. O Allah, ne shpresojmë në mëshirën tënde, prandaj mos na lër në dorën tonë as sa hapim e mbyllim syt dhe përmirësoj të gjithë çështjet tona. Nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç teje. Amin, ja Rebi, alemin.